Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi që gjykata e Tiranës jetë vetmja në Shqipëri që do të shqyrtojë kërkesat e shtetasve jashtë vendit e që online shprehin interes për të votuar më 11 maj. Diaspora@gjykata.gov.al është adresa zyrtare ku ata që nuk jetojnë në Shqipëri e që nuk e gjejnë emrin në listën e zgjedhësve ose kanë pasaktësinë të dhëna të bëjnë kërkesë për të votuar. Gjykimi do të mbahet në mungesë të paditësit. Pritet që gjykata e kryeqytetit të përballet me volum të lartë kërkesash të tilla. Ndërkohë për të burgosurit që kërkojnë për të votuar mbetet në fuqi e njëjta rregullore. Ata do të bëjnë kërkesë me shkrim pranë gjykatës që mbulon burgun ku vuajnë dënimin me heqje lirie. Sali Berisha akuzon Edi Ramën për kopim të premtimeve sa i përket pagës minimale 500 euro dhe rrog 1200 euro. Ky premtim hyn fuqi 3 muajt e parë të qeverisjes së Partisë Demokratike. Ai kopjoi. Po unë këtu ja u kam thënë ama se Shqipëria me këto rroga s'pranohet kurrë në Bashkimin Evropian. Kryetari demokrat doli para gazetarëve për programin ekonomik të PD-s ku krahas rritjes së pagave e pensioneve përmendi dhe uljen e taksave, përfshir atë për çmimin e banesave. Vendoset taksa e shesh 10% mbi kapitalin, mbi të ardhurat nga puna me përjashtim të 50.000 lekëve të para, nuk do të atohen rroga minimale s'do ketë. Taksa e shesh 10% mbi të ardhurat jo nga paga, zero taksim për profesionet e lira dhe bizneset e vogël, tavani vjetor për tatim fitimin zero për bizneset e vogël, 18 milion lek apo 500 euro xhiro në ditë, ku taksa e fshitjes së pronës ulet nga 15% në 2%. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Nesër afati fundit për dorëzimin e deklaratës së të ardhurave për 2024, detyrimin e kanë të punësuarit me rrogë mujore bruto mbi 100.000 lekë gjatë vitit të kaluar, si dhe të dy punësuarit dhe personat me të ardhura deri në 50.000 lekë të patatuara të fituara nga qira ditore. Rreth 144.000 individ duhet të dorëzojnë deklaratën, në rast të kundër gjobiten me 3.000 lekë. Gjobës i bashkangjiten interesi e kamat vonesa. Plotësimi i saj i shërben administratës tatimore për të bërë kontrolle për evazion fiskal, si dhe për të hetuar pasurinë. Afati i fundit ishte 31 marsi, por sot është pushim zyrtar nga Fider Bajrami. Top Albania Radio. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Dibër ditën e sotme, teksa raportohet se një 31 vjeçar ka ndërruar jetë në mënyrë tragjike pasi ka rënë në kontakt me rrymën elektrike. Raportohet se ngjarja ka ndodhur në fshatin Renz rreth orës 14, ndërsa viktima ishte duke shtruar një linjë interneti në momentin kur dyshohet se ka rënë në kontakt me rrymën. Policia kufitare e Kakavijës ka finalizuar operacionin e koduar Modifikimi, duke goditur një rast të tentativës për trafikim të lëndëve narkotike drejt Greqisë. Gjatë kontrolleve në një automjet u gjetën 60 pako me kanabis sativa me peshë totale 63.2 kg, të fshehura në parafango dhe shasin e mjetit. Si rezultat u arrestuan në flagrant shoferi 44 vjeçar dhe pasagerja 45 vjeçe të dy banues në Fier. Lajme nga bota. Donald Trump nuk e përjashton mundësinë për të kërkuar mandat të tretë në krye të Shtëpisë së Bardhë. Në një intervistë dhënë televizionit NBC, Trump saktësoi se nuk bën shaka e shpjegoi se ka mënyra të ndryshme për ta tentuar këtë rrugë që ndalohet me amendamentin 22 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan kërcënoi Iranin me masa, nisur nga sanksionet dhe tarifat e reja e deri te veprimet ushtarake. Kjo pasi presidenti iranian refuzoi mbajtjen e bisedimeve me Washingtonin për programin bërthamor. Më herët presidenti amerikan paralajmëroi se pa marrëveshje do të ketë bombardime. Në Francë, Marine Le Pen dhe 8 eurodeputet nga Fronti Kombëtar u shpallën fajtor për përvetësim të fondeve publike, ndërsa pritet dënimi. Prokuroria kërkoi 5 vite burg. Le Pen dhe të pandeurit e tjerë u akuzuan për përdorimin e parave të destinuara për asistentët e Parlamentit Evropian, por në vend të tyre paguan stafin që punonte për partinë. Trupat e 15 punonjësve të ndihmës humanitare u gjetën në Rafah të Gazës jugore në një varr masiv të mbuluar me rër. Për javës së kaluar rezultonin të zhdukur pas një sulmi izraelit. 8 nga viktimat u identifikuan si antar të gjysmëhënës së kuqe palestineze, 5 si pjesëtar të mbrojtjes civile dhe 1 si punonjës i OKB-s. Një mjek ende rezultoni zhdukur. Mashtrime në sistemin shëndetësor gjerman në vlerën 200 milion euro me Ozempicun, ilaç për diabetin, por që fal Hollywoodit po përdoret gjërësisht për dobësim. Një shiring për humbje peshe kushton nga 80 në 217 euro sipas dozës.
Rrjetet kriminale në Gjermani përpiqen të përfitojnë duke falsifikuar recetat në letër që më pas t'i rishesin shiringat Ozempic. Kompanitë e sigurimeve shëndetësore i paguajnë, ndërsa ky është vetëm një nga shumë shembuj që tregon si mashtrojnë kompanitë e sigurimeve shëndetësore në Gjermani. Sport. Po luhet dueli Bylis Egnatia, takimi i vlefshëm për javën e 32 të superiores. Pjesa e parë është mbyllur në shifrat 0-0. Kalendarin e përmbyll takimi Elbasani Tirana që luhet sot në orën 18. Dje Skënderbeu mundi 4-1 Dinamon, Partizani fitoi 1-0 ndaj Laçit, ndërsa Vllaznia dhe Teuta barazuan 0-0. Parashikimi i motit. Sot në vendin tonë dominot moti paqëndrueshëm me vranësira e risheshiu, ndërkaq nuk mungojnë intervalet me kthjellime, temperaturat variojnë nga 8 deri në 19 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikolla. Unë jam Erisilda Doko. Kjo është Top Albania Radio.